Më falni. Arben? Ti që n'kema? Nuk më njohet? Të them të drejtën një. Ke ndryshuar shumë. Pastaj kanë kaluar vite. Po tani ku je? Në universitet. Po ti? Si zakonisht. Atje. Nxitohesh? Po, sot kam provim. Ashtu? Ndoshta do të takohemi përsëri. Pa tjetër. Mbas provimi do të vim andej në aksion. Shumë mirë atë. Suksese në provimet. Faleminderit dhe mirupafshim. Mirupafshim. Marina Ivanov, më falni 1 minutë, ju lutem. Kush jeni juve që më thërisni me këtë emër? Më pas keni harruar? Ju lutem, mos më shqetësoni. Më lini në hallet e mia. Qendra kërkon nga ju të kryeni një mision të ri. Do shihemi përsëri. Pra, Arben Morina është personi më i përshtatshëm. Është nga të paktët i specializuar jashtë për remontin e nëndecës. Po, si do të arrim gjërë tek ai? Nëpërmjet studentëve. Mirë, po, a është e mjaftueshme vetëm dashuria atyre? Më falni, këtu është mamaja? Po. Mama? Mirë dita. Mirë dita. Urdhroni. Shiko gjellën ti mos digjet. Kjo është radio dhe magnetofon, njëkohësisht dhe aparat fotografik. Do të veproni si që jeni udhëzuar. Mirupafshim. Mama, sikur nuk je mirë. Të të bëj një kafe? Jo, bia ime. Një cigare. Po që ke kështu? Cili ishte ai? A ishte njeriu që më ka nxirr jetën. Po pse? Çdonte këtu ai? Më erdhi në emër të skaluarës sime. Po tani ç'kërkon ai nga ne? Përse e lejove ty në shtëpinë tonë? Sepse jam i detyruar t'i bindem. Pasi na kërcënon me jetën. A i di se çfarë më tha? Do të bëj dhe Ema një shërbim fare të thjeshtë. Dhe pastaj çdo gjë mbaron. Ju do të riadhesoni, do shkoni në vendin tuaj. Dhe ti pranove? Po bi. Mama, çfarë po më thua kështu? Kjo është me të vërtet e tmerrshme. Nuk kemi rrugdalje tjetër, Ema. Jemi tepër të dobta. Ndryshe,
Çdo qoftë, po tjetë e pajisur ania me aparaturat posaçme elektronike, që këtej ajo është në gjendje që jo vetëm fotografoj, por dhe të regjistroj bisedat. Ashtu është. Kjo është ania cistern që ndaloi para disa ditësh në afërsi të rajonit të pikës së re strategjike. Shigjeta tregon vendin ku po kryen punimet. Specialistët që e pan gjendjen në vend janë të mendimit se defekti duhet jetë i sajuar. Kjo shigjet tregon rrugën që ajo bën zakonisht për të hyrë në portin tonë. Pra, sikur se shifet, i është shmangur shumë kursit të saj të zakonshëm. Mendoj se ndodhemi para një veprimtarie të mundshme spionazhi. Drejt. Kjo është e rrezikshme. Si duket kanë nohatur se në afërsi të kepit po bëhen punime fortifikuese. Kjo del edhe nga të dhënat e tjera. Për sa kohë mundet të ndreqet defekti? Ndoshta për 2-3 ditë. Të bëhet gjithçka që është e mundur për ta larguar sa më parë prandaj. Ky është Aleksandr Zvetko. Ndërsa ky, Petr Majevski, janë specialistë që kanë ardhur për ndjekjen e kontratës. Çështja është e qartë. Zbulimeve tuaja ju duhen të dhëna për pikat tona strategjike. Mos ke haruar gjë? Besoj se jo. Kujdes rrugës të keqen mamje dhe beni të shpirë me kopsht. Po ikën Ema? Po ikën teta. Thuj miru pafshim. Miru pafshim, rrugë të marë. Miru pafshim. Miru pafshim gjë. A colore arrangiata limonata. A colore urdhroni limonata arrangiata urdhroni. Bisedova me ta. Më pritën mirë. Dhe për 2-3 ditë ania do t'hy në port. Thanë gjë për avarin? Asgjë. Si duket nuk dyshojnë. Atë mos e thuaj. Ne duhet jemi të kujdesshëm. Duhet marrim masa të forta sigurimin nëpërmjet agjentëve tanë mbështetës. Ndryshe plani Poseidon mund të dështojë. Hapuni, lutem. Po jeni Ema. Hajde. Vajza, kujdes nga marinarët se din ta përdorin mirë jetën. Qa bën një? E di këtu kam jetë një orë. Ku? Është inxhinier në marinë. Si duket pas keni kujtime të mira? Kam si jo, e kam pasur komshi. Mirë po kanë kaluar shumë vite. Dhe ti kujton se të ka haruar? Ama dhe ti. E kam dashur si vlla. Tani e rritur dhe ndryshojnë punët.
shkallë gjithë kaltërsime që ka qielli, ne në shallë se që mbaj, syrin që dika me djeli. Kush është ai që po të shikon? O, Arbeni, e kam pasur komshi dikur, që ka simpatik. Gjithë kjo hapsin e gjare katër, gjithë kjo blerimi këtoke, rinë bëhet ka një zjarëtër, për njerëzitar. Gjithë kjo hapsin e gjare katër, gjithë kjo blerimi kësaj toke, rinë bëhet ka një zjarëtër, për njerëzitar. Po tecën, në? Peshki mirë, po jegër. Jegër. Jegër, por dhe i verë për njëkohësisht. S'mbahet do të flutrës i bie shumë. Gënjet nga një flutur e bukur që sa po e gëvditi nges në gryk. Zamir, Jaçe, e janë i këtu. Ju prezantoj me një shokun tim, Arben Morina. Gëzojmë shumë si jemi. Është komshiu që ju kam folur. Është edhe poet. Ashtu? Ky zbulim vërtet në shumë vlerë. Ne artistë e gjejmë shumë shpejt njëri tjetrin. Cili është ai? Një komshi e emës. Ama edhe kjo ema e zonja është për t'ja u prishur mendjen djemve. Nuk mërziteni këtu? E pse të mërzitem? Po ja qyteze vogël. Jetë pa variacione. Ç'thot piktura? Mirë. Këtu ka pejzazhe të bukura. Sidomos perëndimet e diellit të mahnisit. Do me thënë të ka pëlqyer qyteza e vogël. Po çka? Që më shenë atë mënyrë? Kot. Dikur ke pasur dy vishtaleca të vegjël. Isha fëmi. Ndryshe që më atëherë. Rinim të ditën mbi libra dhe jetonim me historitë të tjerëve. Tani e rritur apo jo? Si të thuash, jam në mes dy stinëve. Arben, të lutem, më thua diçka për nëndecën. Nuk di asgjë më shumë se sa kam parë nëpër filma për to. Janë anije misterioze. Keni udhëtuar ndonjëherë me to? Sigurisht. Janë të mëdha? Janë ca. Ecin shpejt? Po si. Po ne kemi shumë nga këto? Natyrisht. Më falë. Ndoshta të prova me këto pyetjet e mia. Kështu e kemi ne vajzat. Për disa gjëra bëhemi më kurioze se sa fëmijët. Nuk të kam pyetur për baban. Akoma në institut është? Jo, është ndarë me ne. Që atëherë nuk shkonte mirë me maman. Histori e ngatruar. Më vjen shumë keq që na ndodhe një gjë e tillë.
Të një tjetër. Të një tjetër. Dëshironi të bleni në një libër? Është fjala për një libër të vjetër. Ajkun. Shikojmë. Është një libër që flet për zakonet e vjetra të shqiptarëve. Urdhëroni. Ju faleminderit. Ditën e mirë. Ditën e mirë. I dashur kameleon, duhet të mbani kontakte më të shpeshta me poetin dhe të informoni për çdo gjë që ka të bëjë me gjendjen e tij shpirtërore. Petr Majevski. Vida. Andej ka panorama të bukura. Fortifikimet në veri perëndim të Kepit vazhdojnë. Intensivisht po punohet edhe në thellësi të gjirit. Gofat hynë e dalin në afërsi të shpellës hajdutëve. Ja kam vërtitur larg biseden edhe poetit, por është e pamundur të nxjerrët gjë prej tij. Është një njeri gojkyqur, kameleoni. Bravo ti! O çunët e xhaxhajt. Po eja në ndihmoni pak të shkarkoj makinën se na u bevon. Eja që, eja bashkë me ata shokët e tjerë. Po ne kemi ardhur të bëjmë terraca, vlla, jo të mbaj marka. 3, 2. Shko ti më. Shkoni se pastaj do zbresin poshtë për të pikturuar. Hajde Jaçe, e lëri llafet. Shiko Jaçja. More djalë. Pa eja. Atë kemi, more. Nga Tirana, që. Po këto leshra, këto cullufe, si që i themi në fshatarët, që nuk i qeth, po i mban si balluket e cjapi tim. Ke të drejtë, Gjergja, ke të drejtë. Samir, eja pak. Erdha! Ema, me çfarë bateris punon? Zakoni keq. I kaminat njerëzit që ngacmojnë gjërat e të tjerëve pa marrë leje. Ema. Zamir, më fal, po tranzistori është defektoz dhe po na aprishto nuk ka kusht na e ndreqi. Nuk e di. Se jemi në gjendjen e të bëjmë remontin e nëndetëses? Kjo nuk është gjë e lehtë, por nuk kemi rrugë tjetër. Me siguri dhe ju keni dhënë kontributin tuaj. Kjo është puna jonë. Se stoni që pas kam të bëj me një konstruktor të arshëm. Arben, do të na organizoni një shëtitje nga Pyllnaja? Më pëlqen shumë. Do të përpiqem.
Por është e vështirë se është zonë ushtarake. Më falni se nuk e kam pyetur ndonjëherë. I martuar jeni? Jo. E mora me mend. Njerëzit e zgjuar nuk martohen. Ja që, lëri këto tani. Zamir! Urdhëro! Lëvizim! Mbaruat! Ngjitemi më lart! Jepi prap. Është ilaç i fortë. E bën efektin me njëherë. Ka kohë që vua nga zemra? Ka si jo. Nuk duhet kishte ardhur në aksion. Erdi për të pikturuar. Është tepër i apasionuar. Ç'ke? Prap ke dhimbje. Po kam ca po më të lehta. Duhet mjekohesh. Me zemrën nuk bëhet shaka. Ema, po ti ku ishe? Ja, ndej, sot disja Bregdetin. Po është zonë ushtarake? Nuk e dija. Si ndjen veten? Më mirë jam. Atëre shkojmë. Mos vallania Cistern na largon vëmendjen nga ndonjë drejtim tjetër për të depërtuar në pikën strategjike. Ç'do thuash me këtë? Po sikur personat që kanë lëvizur në afërsitë zonës ushtarake të kenë lidhje me anien Cistern. Ndoshta ndodhemi para një veprimi tepër të organizuar. Duhet t'i mbajmë sy të hapur nga dy anët. Urdhëroni. Ulen. Çdo me thënë kjo Arben. Ju jeni futur në një zonë ushtarake ku është ndaluar rrethësisht kalimi i civilave. Keni të drejtë, shoku komandant. Pastaj ti duhet të drejtoje punimet e nëndecës? Ashtu është. Unë nxitova.
Dhe mjeshtë në mbarove? Mbarova ja që. Mere zana. Mere ema. Edhe ja që pikturën bukur. Unë nuk marrë vesh shumë nga piktura. Si nuk merr vesh, si pas me ti e një talent i pas buluar akoma, je një qik me vones, po edhe ti do të shpërtesh në një ditë. Kur të realizoj portretin tëndë? Ha, si thoni, shok. Do të vazhdojmë ledhin apo... Me leje? Urdhëro. Kjo varet nga qëndrimi i shokut Jaçe. Objekt bisede janë sjelljet dhe paraqitja ti e jashtme. Duhet të reagoj patjetër pas kritikave që janë bërë. Nuk shoh ndonjë gjë të pruar në paraqitjen time të jashtme. Kokëforcia jote nuk të nderon. Po përpiqu të reflektosh se kështu si flet ti i gjykon shumë lehtë gjërat. Talent të mendohet. Edhe unë kështu mendoj. Mirë, shok. Mbledhjen për sot e konsideroj të mbyllur. Por problemin do ta lëm të hapur. Do të mlidhemi përsëri kur të vendos byroja. Zimi foli mirë. Edhe mirë. Ti gati kishte me vend. E meritonte. Pa. Se kuptoj që kanë me mua. Janë qepur të gjithë. S'ke që i bërë. Pse u dashkat mendojnë tjerë si duhet vishem e si duhet i mbaj flokët. Si nuk e kupton se ne të gjithi përkasim shoqërisë socialiste? Çdo të thuash me këtë? Po mundojmë të mbush mendjen Jaçes që të bëj autokritik. Ky moral me dy kuptime mua nuk më pëlqen. Zamir. Po. E në qoftë se do ta dish, mua se si duket qëndrimi yt ndaj Jaçes. Gjithmonë kam parë një hile në mes. Unë hile? Po. Nuk është e vërtet. Zamir, që janë këto gjëra që po më thua sot? Zamir, ti nuk ke të drejtë. Ja që e di fare mirë se ç'duhet të bëj në jetë. Ai nuk ka nevojë për dato. Lereni këtë muhabet. Kam nevojë të rivet. Natën. Haja gjë. Kur do të bëhet ajo mbledhje e rinisë? Pse? Po. E, Marjaçe. Po ne nuk kemi parë ndonjëherë me flokë kaq të gjata. Apo jo, Zamir? Ashtu është. Sa për mbledhjen, nuk është nevojë. Ja, kjo është autokritika më e mirë. Po në organizat problemi mbeti i hapur. S'ka gjë. Nuk zgjidhen të gjitha problemet në mbledhje. Do të vazhdojmë nga ky krah. Dhe këtej. Po. Momenti nxjerrjes së nëndecës nga ujë është pika më kritike e remontit. Do të vazhdojmë përsëri nga krahu tjetër. Alo, Arbeni? Dhe kjo. Ju kërkojnë ju, Arben. Më falni. Po. Alo? Arben, ti je? Jam unë, Ema. Pas 3 ditësh nisemi për Tiranë. Mirë. Po tani do të më falë se jam në mbledhje. Miropafshim. Miropafshim. Le të vazhdojmë. Ku e la? Nga nxjerrjen e ndecës. Po. Ha, si mendoni për këtë punë? Po ja unë mendoj kështu. Dajti, jam unë Korabi. Çfarë keni për ne? Marja. Korabi, jam unë Dajti. Nga Cistena Grik, ka burim sinjalesh. Marje.
Thonë se defekti është rregulluar. Të gjitha veprimet janë kryer sipas porosive tona. Presim urdhër. Të hyjnë port. Alo? Po? U kap një sinjal nga toka. Çdo me thënë kjo Arben. Ju jeni futur në një zonë ushtarake ku është ndaluar rrethësisht kalimi i civilëve. Mund të vazhdoj këtë sjellje ndaj Arbenit. Fundja ti nuk je fajtore. Po kush? Ata. Po unë që jam, një vegël në duart e tyre. Se si më duket vetja. Pushotan. Unë nuk erdha për këtë. Por më kishte marrë malli. Mirë, po unë si t'ja bëj. Mos u mërzit, Ema. Ndahemi tani? Miru pafshi. Po. E mora. Si urdhon? Mirë. Haj miru pafshim. Do me thënë e realizohen takimin, a? Po. E dokumentuat? Jo. Pse? Ishte një gjë krejt e papritur. Dhe nuk I kishit marrë masat e nevojshme, apo jo? Po. Ky është një minus për ne. Dhe një plus për armikun. Ne I kemi favorizuar ata. Kështu duhet I llogarisim gabimet tona. Si do qoftë, shok, nuk duhet demoralizuar. Luftë është kjo. Këto janë të dhënat paraprake që kemi për emrin. Interesant. Arben Morina është dashuruar me këtë vajzë.
Hajde Ema se po niset autobusi. Urdhro. Arben, si e? Si e, besnik? Ku po shkon? Në bazë. Shkojmë bashkë. Ç'ke kështu? Kam diçka për të biseduar me ju. Fol. Është një jetë rajon. Vetëm si këto janë marrë nga deti. Është fruti i anijes, cistern, avarie. Kjo do të thotë se Pantera ka zbatuar me përpikpeni detyrën e saj. Po. Paka shumë të njëjtat gjëra raporton dhe Kameleoni. Plani Poseidon do të përfundojë me sukses vetëm kur të kemi shtirë në dorë poetin. Vetëm atëherë mund të themi se kemi hyrë mund zemër të bazës ushtarako detar. Arben, të lutem, më thuaj diçka për nëndecën. Nuk di asgjë më shumë se sa kam parë nëpër filma për to. Janë anije misterioze. Keni udhëtuar ndonjëherë me to? Sigurisht. Janë të mëdha? Janë ca. Ecin shpejt? Po si. Po ne kemi shumë nga këto? Natyrisht. Më poshtë ka dhe biseda të tjera interesante. Bukur. Pikësynimi në kryesor është remonti i ndecës. Prandaj këto biseda duhet të thellohen më tej. Thot Kameleoni për poetin. Thot se është korrekt. Komunikus. Gëzon respektin e të gjithëve. I pëlqen edhe shoqëria me femër. Kjo është e natyrshme. Një beqar i moshës ti ka nevojë të shoqërohet me femra. Zatën kjo është pika ti e do, të cilën ne duhet ta shfrytëzojmë. Ashtu është ashtu. Po çështja është se Pantera nuk do ta vazhdojë më të emisionin. Besoj se ne kënaqur takimin e fundit më tha. Më tepër nuk mundem. Por rrezikoj vetveten. Ajo tani është e komprometuar dhe mund të bëjmë me të çfarë të duam. Ajo duhet ta ketë qartë se ne mund të gjejmë plot rrugë për t'ia serviruar materialet e saj kundër zbulimit shqiptar. Po çështja është se ajo siç më tha për tranzistorin. Siç duket njëri nga kolegët e saj duhet të ketë nuhatur diçka. Dhe po të jetë kështu. Të likuidohet, sigurisht. Masi ta kemi studiuar me kujdes. Më shqetëson shumë puna e tranzistorit. Skafandra duhet të veshkoj me kujdes. Baba, të lutem
lutem, unë mërzita tortitën brënda. E maestro. E ja që? Ç'ke kështu? Iq. Mos u mërzit se çdo gjë kalon. Pastaj nuk ka gjë më të rëndësishme tek njeriu se sa shëndet. Kështu? Kush ta ka thënë këtë? Këtë e thot dhe Ema. Kur shikoj kështu të mërzitur, kush e di çfarë do të mendoj. Hajde mendje, hajde, akoma me emën ti. Pse si shpun? Je tepër naiv, prandaj bësh dhe qesharak. E çdo thuash me këtë? Se si m'duket kjo Ema. Si? Një enigëm. Nuk është e sinqert. Pastaj miqësia e menjëhershme me inxhinierin e bazës. Kohët e fundi se si m'duket. Unë nuk të kuptoj ti, më vlla. Ti je i trash. Sigurisht, po më thuaj si ishtë puna, Xhanën. Ja që. Ti gjo këtu. Po mirë, si të lindi dyshimi për tranzistorin? Po t'ju them të drejtën, në fillim fare nga shqetësimi i saj. Një ditë në aksion. U binda plotësisht dhe denoncova. Po, vazhdo. Këtë shqetësim e kishte edhe Marina Ivanovna. Pastaj unë e pash me sytë e mi kur doli prej andej. Po t'jetë kështu, duhet ta zgjesohet me njëherë. Një dëshmitar i gjallë nesër mund të bëhet më e rrezikshëm. Mos kujtoni se është kaq e lehtë të zhdukesh një njeri. Veproni ashtu siç kemi biseduar. Në fillim më thamë për diçka të vogël, fare të vogël, dhe ti mos e bëje moj bi dhe ikim njëre mirë në vendin ton. Pastaj unë bëra që më the ti dhe ata. Po tani ata më kërkojnë të tjera gjëra. Unë kam frikë, mama. Qetësohu, shpirti i mamit, qetësohu. Qetësia ime humbi që kur hodha hapin e parë. Unë nuk e dija që këtë hapi hidhja mes baltovinës i kënete që më përpin për ditë dhe nga qikë dhe po më zo frymën. Do të marrin fund edhe shqetësimet tona. Po kur? Ky nervozizëm të shkatron më keq. Kurse unë mendoj se ajo qetësia jote s'kasit mos më bëj nervoze. Kujton ti se unë jam e qetë? Kur ndodhi prishja e madhe në 60-ën, u ndava dhe unë me tim shoq. Ti kujton se janë arsyet familjare. Ato ishin vetëm në dukje, Ema. Arsyen e vërtet e mbajta të fshehur brenda vetes sime dhe pris një riadhesimin e premtuar. Po me kusht? Me kusht? Po pse? Pse na vjen kushte të tilla? Se jemi tepër të dobta. Nuk kemi se çfarë të bëjmë. Vetëm të hamë veten me dhëmbë. Sa keq jemi ngatruar. Sa keq. Mos ndill të ligën. Nuk mundem. Natën çdo gjë më duket e zezë. Po shkoj unë.
Mirdita, Gjan. Më tërgoj mami. Sot ne kemi ditëlindjen e vllajt të vogël. Ju ftojmë të na vini. Merret e emrin të Marina. Do të vini? Patjetër. Faleminderit shumë. Ditën e mirë. Mirupafshim. Ishte vajza e Kristinës. Na fton për ditëlindje. Kristina ka fest. Mama, a nuk mund të ndërtojë do tjetën si Kristina? Sot do të kishim fest, Jakob. A nuk të duket se po flet pak si tepër? Ndoshta. Do shkoj t'u them të paktën ty të lënë të qetë. Do t'i marr vetë përsi për të gjitha. Nuk ka pse të më dënojnë kaq rënd deri tek fëmia. E ke kot. Nuk do dëgjojnë. Ata do ta bëjnë të tyren deri në fund. Shumë dhap. Jashtë nuk do gjenëm kur vend. Lida, ju pëlqen vallëzoni? Si jo, do vallëzojmë sonte. Sonte ja. Pse? Se ashtu është puna. Oh, vazhdimisht shu thoni ju, Peter. A colore aranciata, a colore urdhëroni, a colore limonata, urdhëroni. 2 çokolada ju lutem. 2? Po. Urdhëroni. 2 akullore. Jo 2 akullore? 2 Xhaxhi. Voglushja u kthye nga aksioni. Duken tepër të shqetësuara. Skafandra. Skafandra nuk duhet di më tepër se ç'duhet. Po. Duhet t'i diferencoj me kujdes të gjithë personat që janë ngatruar në këtë çështje. Jo të gjithë këta janë armiq, edhe për emër. Duhet menduar se si të mos futet më tej në këtë rrugë armiqësor. Është vajzë e re. E rritur në pushtetin tonë popullor. Por si shduket e jema ka ndikuar tepër negativisht. Ashtu është. Por e tani më thoni se si u zhvilluan ngjarjet mbrëm në parkun natyror. Ata u ngatruan, nuk e realizuan do takimin. Pa shikoni se mos provokojnë. Cilët kanë komshi? Një inxhinier mekanik, Gzim Belinova. E shoqja Kristina është me komshit huaj, por mban qëndrim shumë të mirë, si në lagje dhe në punë. Mirëmëngjes, Marin. Mirëmëngjes, Kristin. Çfarë ke kështu? Mos je gjesmun? Jo, po jam e shqetësuar për çështjen e riaktësimit. Këta të ambasadës këtu i kanë përcjell dokumentat, ndërsa ata ndej u bë kaq kohë nuk jam as në qiell as në tokë, ti po e di. Se si m'duket që po largoheni, Marin. Ja edhe unë e huaj jam, por nuk e ndjej as pak një ftofësi të tillë. Nëse kjo është puna juaj, por po të më pyesnit mua, ju nuk do të largoheshit. Mbase ashtu është, Kristin, po. Ti e di që familja jonë u shkatrua. Nuk ka kuptim të qëndrojmë më këtu. Po pse, Marin, ju jeni mjaft mirë. Vajze në universitet. Ty po me punë të mirë. Jo, ashtu është, nuk qahem, po. Ja që na është ngritur mendja. Nëse kjo është puna juaj. Ditën e mirë.
Mama. Çfarë ke? Kam filluar ta humbas durimin. Ç'ke kështu më bi? Pse je bërë kaq nervoze? Përsëri sot nuk mundem të takoheshim. Nuk po e kuptoj se çfarë po ndodh. Mama, të lutem, më thuaj si të veproj. Kam një parandinjë të keqe. Mos të mërzit, bia ime. Çdo gjë do të rregullohet për mrekulli. Vetëm durim. Durim. Për e durimi ka një kufi. Do ta marr në telefon. Mos lerm. Ti nuk duhet të bizetosh në telefon. Të më kishte ndaluar atëherë, jo tani. Qendra kërkon të zbatohet sa më shpejt plani Poseidon. Dhe pastaj? Duhet të shpejtojmë veprimet. Nga do t'ja fillojmë? Na shokët e tu. Qendra kështu mendon. Përndryshe rrezikon veten dhe punën tonë. Nuk mundem. S'kemi që bëjmë. Këtë rrugë morën ngjarit. Detyra jote është shumë e thjeshtë. Në shëtitje do t'i propozosh shokëve të pinë aranxhata. Dhe miku i familjes suaj. Si thoni? Jo, unë nuk do bëjmë vrasës e kurrën e kurrës. Detyra jote është shumë e thjeshtë. Në shëtitje do t'i propozosh shokëve të pinë aranxhata. Dhe miku i familjes suaj. Ema. Po ti nuk dëgjon që po thras? Jo. Nuk do të dëgjoj më kur. Ku po shkon moj bi? Alo? Kush jeni ju lutem?
Arbeni. Oh, Arben, nga flet? Nga Hotel Tirana, sa po erdha. Po prit, tani po vi, nuk punohet. Mirë. Miru pafshim. Po di çka kështu? Jo, asgjë. E more letron time? Po. Ne vajzat, budallallë që të kisha shkruar. Jo, më pëlqeu. Po nuk pata mundësi të ktheja përgjigje. S'ka gjë. Përderisa erdhe vetë. Faleminderit specialistëve tuaj që na ndihmuan në riparimin e cisternës. Nuk e di nëse ju detyrohemi gjë për shpenzimet që keni bërë. Përkundrazi. Po me që së shpeti do të largoheni. Do dëshironim të dinim nëse keni ndonjë pretendim për palën shqiptare. Asnjë pretendim. Mallrat e parashikuara në kontratë janë likuiduar në kohën e dur apo jo? Pastaj ne do të lidhim kontratat të tjera të reja. Pikrisht për këtë arsye do vi këto ditë në Shqipëri presidenti i firmës sonë. Gatishmëria juaj në gëzon. Urdhroni, ndizni nga një cigar. Urdhroni. Mirësal. Tu një tjetër. Urdhroni. Si po ju shkojnë punët? Deri tani mirë. Dhe sa tonë mall ju ka mbetur pa të rrequr? Shumë pak. Përpiquni të përfundoni kontratën deri në fund të muajit. Shkurtimisht, kjo është gjendja e përgjithshme në Shqipëri. Mirë. Atëherë më thoni cili është mendimi juaj në lidhje me planin Poseidon? Sikur se jeni ndjeni, kandidati që kemi zgjedhur është i përshtatshëm. Do me thënë mundeni të veproni? Po. A i kini verifikuar mirë burimet nga i kini marrë të dhënat? Agentët mbështetës, skafandra dhe kamaleone ne i konsiderojmë si burimet besuara. I pari ka punuar në një ambasadë si kamarier dhe tani punon si shitës ambulant. Ndërsa i dyti si libra shitës. Të dhënat strategjike dhe parat që i ka marrur nga ne e kanë komprometuar plotësisht. Po në qoftë se inxhinieri nuk do të pranoj. E kemi menduar dhe atë. Mirë, po ju e kuptoni çdo thotë kemi një agent në flotën e tyre luftarake detare.
Alo? Jam unë. Sonte kam ditëlindjen. Ju pres në orën 9. Mirupafshim. Mirëmbrëma. Gëzuar. Faleminderit, Arben. Urdhra. Ç'ke kështu? Jo, asgjë. Se si më dukesh sot? Është hera e parë që e festoj ditëlindjen në këto rrethana. Po pse je kaq e emocionuar? Jo, ashtu kot. Po nëna ku është? Sa po doli? Është tek një komshi. Ashtu? Ema, të lutem, jep një cigare. Më fal. Erdhi mamaja. Arben një kushur I ri. Mbrëma. Mamaja. Mirë se na erdhët. Mirë se u gjeta. Uluni. Them të drejtën më pëlqefi që unë jam bashkë. Edhe mua. Edhe për emër. Që ka gjetur një shok të mirë. Gëzuar. Ema gëzuar. Gëzuar. E di si shpuna. E tani po thuj se jemi të një familje. Të mira dhe të këqija t'i ndaj me njëri tjetrin. E them këtë sepse shpesher të tjerë na njohin më shumë se ç'njohin veten. Si mund ndodhi kështu? Kjo ndodh sepse ka disa veprime që I bëjmë pa vetë dije. Veprime që na rëndojnë më tepër se sa duhet. Nuk kuptoj. Ç'do të thoni me këtë? Asgjë. Ne u jemi tepër mirë njohës për këtë fotografi. Ashtu? Po kush jeni ju? Unë jam një mik I familjes Kristaf. Qëndroj interesuar për ju. Po. Përveç kësaj ne I kemi regjistruar të gjitha bizedat që keni zhvilluar ju për në ndecet.
për punime gjenjere. Shëtitje në rajonin e zonës strategjike. Çdo gjë është regjistruar e marrë film. Mos u largo. Mulë. Çdo gjë ka marrë fund. Ju jeni i detyruar të pranoni kushtet tona. Nëpërmjet jush kemi marrë të dhëna aq të rëndësishme sa po t'ja servirim kundër zbulimit shqiptar. Jo, këtë nuk mund ta bëni kurrë. Këto të dhëna kanë shkuar deri në qendër. Ema, si kështu? Sa për ju, zoti Majevski, nuk do të pretendoni se më njihni mirë. Po sikur unë të mos pranoj në asnjë mënyrë kushtet tuaja. Atëherë unë do përdor mjetet të tjera. Mos lëvizni. Jemi punojësit e sigurimit të shtetit. Na falni që po bëjmë një vizitë në këtë rrethana, por besoj se i kuptoni arsyet që na detyruan tregomi kaq të pasjellshëm. Unë kërkoj të njoftohet me njëra ambasada ime. S'është nevoja, ne do t'ju lëmë të lirë. Megjithatë unë do t'u këshilloja të mos e ngatrroni ambasadën këtë punë. Shkoni më mirë tek padronët tuaj dhe u tregoni atyre për gjithçka që ndodhi këtu. Nesër duhet të largoheni nga vendi ynë si person i padëshiruar. Sa për dijeni, tërë materialet që dispononi janë të servirura nga na jonë. Kurse me ju do flasim me një gjuhë tjetër. I bëni të fala shefit tuaj. Ky ishte edhe fundi i planit Poseidon. Dhe në të njëjtën kohë, fundi i një brenge.